Musa, Julius me u prezentu njëherë, edhe me vazhdu me na tregu diçka për fëminin tuj. Po, quhem Musa Qazim Dobruna. Emrin e babës këpëtot. Biri Qazimit dhe i Shefkijes. Prindët të mi kanë qenë të familjeve pasanike. Mund të thëmë edhe shumë të pasuna. Por që shpejt mas kapitullimit e Jugoslavisë mbretërore, jenë varfërnu deri në shkallën më të ulët të mundshme. Dhe është dasht që ka fshatën e Bukës të asigurojnë në mënyrë të ndryshme. Baba im për shkak të jetës pasun që ka pas në rinjën e hershme dhe deri në vitet e martesës, nuk është marrë me ndonjë zeje, ose nuk e ka një nevojën si duket. Përshtypja ime është e tillë, dhe ka mbet që në ditët e varfënisë me gjetë ngushëllim në pije. Herë ka qenë deri në delirium, dhe atë ka bë për edhe nga mlefi që ka pas ndaj regjimit atëhershëm të Jugosllavisë mbretërore. Sidomos është për të thënë rasti i kthimit të tij nga një fshat afër Gjakovës me kerre kuaj dhe ndalen në qendër të qytetit një grup ushtarësh me një atëherë fotograf, si dush me thonë, ka qenë një kamerë speciale dhe kanë bërë një dokumentar. E ai dokumentar gjendet në Kinotekën Jugoslave në Beograd. Scenari të e rrëmby pushkën ushtarit Jugoslav dhe të i drejtua atyne, ndërsa gazetari francez ka incizuar dhe ka bë fotografi. Njëherë kam pas rastin me pa një dokumentar që jepej në kinema në Gjakovës në atë kohë, por mas luftës së dytë botërore. Për me tregu, qëllimi ka qenë për me tregu egërsinë tonë, ndaj ashtu dhe me arsyetu masat mas konferencës së Versajit. Dihet këtë çka ka ndodhur. E masa kryesore e para ka qenë varfërimi i familjeve të mëdha, gjithandej nëpër Kosovë, u tash po flas për Gjakovën. Gjyshi ka qenë shok i ngushtë, do të thoja mik,
kështu në pikpamje të afrimit kontakteve me Hasanën e Jakub Ferit. Pasaj familjes famshme të Veriut të Shqipërisë në Maltëzi, Plavë në Gushinë. Dhe kumar ka pas Hasan Jakub Ferën, që ndryshe i kanë thonë Hasi Jakub Ferit, që është gjyshi i Recep Ferit, akademikut. Ata kanë bë konak në kullën tonë Gjakov. Ma vonë, në ditët e rinis pak sa ma vjetër, vjen koha e martesës dhe ndodh atëherë kur režimi monarkofashist, të kishna thonë, i Karaxhorxhevićve, ka zbatuar reformën agrare sipas projekteve serbe, nuk po i përmend se nuk jam historian, kreatorët atyre projekteve, por di që në atë kohë qeveria e Pashiqit e ka zbatuar reformën agrare dhe neve dhe sikundër dhe të gjitha familjet të mëdha në Kosovë në kalon pa toka, pa ashtu. Familjes tonë i kalon për aq sa i duhet për me majt ekzistencën, të cilën është desht copa me e shit, parcela, për me pagu taksat asaj kohë, tatimin ato që ka ndodh, edhe në kohën kur unë jam bo me ditë, dhe me pa që në pranin e dëshmitarve me nënshkru fletëzën se e ka marrë në rëzim kërkesën për pagesën e tatimeve, e ka nënshkru, por shumë shpejt është desht me shku në organet e pushtetet atjerë me deklaru pse se ka pagu gjithë tatimin. Se do të thotë t'je kanë fut në i letër atje, gjysën ose një pjesë e ka pagu. A e ka pagu krejt, por kjo ka shkaktu pastaj rrëmbimin pasunisë. Dhe është marrë toka në të cilën edhe sot ekzistojnë objektet, për shembull kooperativës bujqësore në Skivjan dhe objekteve përcjellëse të asajna, edhe një ambulancë dhe një godin administrative, të gjitha këto kanë shërby për shëndetësi, tregti, shkollë, kulturë, përgjithsisht, por në tokën tonë. Nuk ka zgjatë shumë dhe tokën që kemi punu vetë, qifqia që ka punu një kohë aty, e ka marrë
ka regjistru si të vetën dhe ne nuk kemi pas qasje atje. Kështu kemi me të pa kemi jetu në rrogë me ditje, ku është shit, baba jam, për me majtë familjen. Kjo ka qenë shumë e dhemshme. Mojnë men ditë pa bukë. Por kjo ka qenë qëllimi i Jugoslavisë mbretërore. Atëherë gjetë rrugë me dalë edhe me u marrë me shpekulim, t'i themi. Me dalë në Shqipni, me marrë duhan, me sjellë këtu, me shit. Dhe ka shfrytzu që prej andej, ka sjellë libra, ka sjellë vaj drandofili, ka sjellë edhe gjana tjera, edhe porosi prej andej për aktivitetin nacional kombëtar dhe rasti të themi tragjik, pa ishte edhe tragjik, ndodh që karavani me libra duhan e vaj drandofili në vjeshtën e vonë të vitit 1937 rrethohet shtëpia jon dhe jo vetëm shtëpia jon, por rruga e Qabratit prej mahallës Hankës, që shi thonë atje, e deri në mahallë Mulla Jusufit, hyn Gjandarmeria dhe policia që runte qytetin, që atë mbante rendin në qytet, dhe uniformumt financiert, uniformum me bajoneta, mashin kështu ato bajonetat, kontrollun në shtëpi, po nuk gjetën kur gjë për shkak se karavani ka mri diku rreth 100 metra para se me hyrë në terrenin e shtëpisë ku banonim dhe vritet prishi i karavanit. Të tjerët ikin, por nuk mrin me ranë dorë të Gjandarmerisë atëhershme. Më kujtohet Shpend Halili, një malsor, burr i pashëm, që erdhi mas disa dite me pa babën Masi e lirun prej burgut. Një javë e kanë torturu si që dinën ata. Ka ndodhur edhe në shqyrtimin me i ra shuplaka kështu. Kur ja kom qu, shtroje mbuloj. Burgu gjindej te ura e Islam Begut në Gjakov. Ajo urë mo fatkeqësisht nuk ekziston në formën çfarë ka pas. Tash ajo gjendet në veç një pikturë në zyrën e shoqatës së luftëtarëve të luftës antifashiste nacional-shërimtare në Gjakov. Ka edhe të tjera që jo mund fillim të qartësisë madhe të Gjakovës. Afër
Kullës që edhe sot ekziston, është muzeu që di me siguri është muze etnografik apo kështu, historik. Në pjesën e vjetër të qytetit, afër 2 tyrbeve. Tyrbja e Sheheminit dhe një tyrbe tjetër të cilës nuk ja di emrin, por e që është ma vjetër se teqja e Sheheminit. Shehemini ka qenë njeri i shkolluar, ka qenë architekt në kohën e Turqisë. Ai ka projektu objekte në shtëpisë vet, tyrbës edhe teqës. Ajo ekziston edhe sot. Aty më nuk ekziston xhamia Krypazaret, që është rëzu mas luftës së dytë botërore, arsyet nuk i di. Mund të ashtu si kundër edhe xhamia e Islam Begut, që ka qenë para se të hysh pa prekësh urën e Islam Begit, ka qenë xhamia e Islam Begut më në qendër të shtetit. Dhe ajo ka në histori të posaçme, për të cilën e kam vetëm një detaj. Si që ndodhë dhe sot, edhe atëherë hoxhët majshin predikonin ato shka aty në intereson, religionin. Kanë qenë 2 hoxh të shkolluar. Hafiz Guta dhe Bajram Mulla Agani. Bajram Mulla Agani ka qenë axha i Fehmi Aganit. Gjyshi i ministrit aktual që ishte i shëndetësisë dhe tash nuk e di për çka përgjigjet. Ndodhi me 21 mars 1942. Baba im solli ushqim për me bërë një shill për musafirët që do të vinin dhe pjesën tjetër për teqe që e ka pasë rendin me e qu ushqim për shtu. Nëna ime ka qenë grua fort dhe i tha, unë sot me krah të gusës të temi ne, e fshina magjen për më bo pak kuleq për fëmit. Dhe të të s'ke mil magjen. E ti, këto, mori, mere ta përgatit i ti, edhe ta shënqat mori, i thotaj. Këshur njeri që burri nuk thirrej në emër. Këshur njeri tha. Zoti edhe teqja i kemi qëta që imi bo sebep e i kemi qitë në të jetë. Bashkë që të fjarë, po i them në mënyrë besnike. Prap, baba im e ngriti zanin pak si burrat që ishin atëherë dhe gjithë i dhënim doli. U kthy, mas u bon gati këto, bashkë me shokët. Me një njeri aty, i bajte ato, i ka qunë teqe, musafirët pritëshin,
i ka dërzu atë dhe baba quhet ai i teqës Bektashive, quhej Baba Hamës, njëri që ka shëtit botën, edhe i thot, shka ke i birë jem, se e sheh për shprehjes se nuk është qazimi i djeshëm, po diçka tjetër. Dhe, jo, kur gjatë, thash. Falë, thash. Po, pata pak të lashe me shefkije, se edhe ajo ka qenë Bektashi. Pse? Tha qështu ta, po ka aja drejt. Aja ka të drejt. Shpare fëmive e këtu shka të projnë. Dhe e qetson babën, vjen baba, fillon tash pija. Shërbesha unë, por dhe nana. Fliqin për lëvizjen antifashiste nacionalshqiptare, kjo ka ndodhur mas demonstratave antifashiste që në bon Gjakovo atë kohë. Po a dibre Sadik i tha baba që edhe sot sa herë bie shi ose vrat mu më dhamin brit për i rrahjeve që kam pësu për i gjandarmerisë. Tha po. Pak ka njerë që nuk e kanë pësu këte. Por, ma janë mend çka po të thëmë. Në qëtë luft që po hymë, do ta fitojmë, qoqasin. I morën 3 gotat dhe këqumë. Por të e qu gotën, Sadiku mendoj me zra dhe tha, e masanaj, të qu gotën e masanaj, e qu gotën, baba vete, mirë Sadik, po shka ke që aja masanaj, që ka rëndësit madhe tash, mund të shkput një këto, ka rëndësi shumë të madhe. Masanaj thot do t'ja nisim edhe një luftë tjetër, të cilën gjithashtu do ta fitojmë, por me mundim më të madh. Është lufta e fundit që përfundoi. Se më bërë ti Sadik edhe i lufta, po gjithashtu do ta fitojmë. Sadik të fashiku mas luftës së dytë botnore, si antifashist që ishte, e bon udhëheqës të punëve botore. A di shka janë punë botore? Punë komunale banasore. Atëherë quheshin punë botore. Shumë shpejt mas kësaj a i ranë burgu. I manti nuk e di sa vjetë burg, por mas burgut angazhimi i tij ka qenë shpërndamja e librit në çdo fshat Kosovës. Ka vdek vonë dhe sot biblioteka në Ferizaj mban emrin Sadik Tafarshiku. Baba im ka pas edhe një shok tjetër. Ai ka qenë, ti themi me gjuhën e përpashme, hafije, ose shpion. Në kohën e Turqisë, në kohën e Austrisë, për që ato pak vit sa ka zgjat lufta e parë botnore, në kohën e Jugosllavisë mërtnore, në kohën e fashizmit,
dhe mas luftës dytë botërore bashkëpunëtor i shërbimit të sigurimit shtetëror Jugosllav. Ka vdek në Romë si imam i xhamisë Romës. Dhondër i shitave, burri halës Vahap Shitës, i cili e ka hek prej listës Vahap Shitën që ka qenë burgun ku sot gjinet gjyqi i Prishtinës, gjyqi komunal, aty ku ka zhvillu veprimtari në rilindja dhe i vonë, shtëpia botuse rilindja. Dhe në vend ti është hyrë listë Fahri Hoxha, të cilën e kanë varë me 28 gusht 1944 së bashku me Ganimete Tërbeshi. Dhe një a dy malazeze tjerë, 10, gjithse 10 janë varë. Që kjo veç një epizod i asaj pjesë të rezistencës antifashiste deri në qatë moment. Aktiviteti ka vazhdu pa ndërprej. Unë kam qenë i kyqun si mbajtës i lidhjeve në mes të udhëheqësisë së partisë dhe të gjitha familjeve që kanë përqafu lëvizjen antifashiste nacional-shqiptare, gjithande Gjakovës, komplet Gjakovës. Janë shumë familje. Unë kom diku të regjistrume rreth 300. Ma sakt i kom 316 familje me të cilët unë kom bajt lidhje në mes të Hamdi Shehut, ma vonë në mes të Safete Nimonës, që ka pas Nofkën Guseva, dhe ma vonë mas kompromitimit e ndroj Nofkën në Lule. Ajo edhe ka flet në shpiton së bashku me një malazeze që ka pas emnin Nofkën Fatime. Të dyja të ne edhe Nazmia Nimoni e treta ishte vishin me Feregjë në atë kohë. Dhe në komprometimin e tyre dhe dalen në Arad. Ka qenë e vështirë ajo kohë. Unë kom pas bashkëpunëtor të ngushtë Fehmi Aganin, ndjes pas, Sami Bashotën, ndjes pas, ka vdek në Finland, dhe urnën e tine e kemi vorosën në Gjakovë.
ka qenë i përsekutuar mas luftës së dytë botërore për idetë e tij kombëtare. Si mësimdhënës ka afirmu figurat e kulturës, do përfshi edhe fishtën e ndalum, dhe shkrimtarë tjerë të ndalum. Është marrë shumë shpesh në biseda informative dhe dihet si kanë përfundu ato. Në fund të është desht të braktisë vendin dhe të shkoj jashtë, ku ka përfundu jeta ati në mënyrë vetëm ai di. Kam pas edhe shumë shokë të tjerë për biografinë të cilëve nuk du të flas. Për shkak të devijimeve që kanë pas me rastin e marrjes në biseda informative të njerëzve që kanë rënë konflikt me idetë atëherë. Dhe më nej, kur ka ardhur koha, ka shkunu që kë, bashkë edhe me 11 të tjerë tonë, të familjes tonë. Ndërta ka qenë edhe Sokoli. Është njeri prej 30 të udhëheqësisë më të lartë të UÇK-s si prokuror ushtarak. Mund ta keni pa ndoshta në Klan. Nuk ka pranu të pasunohet si shumica të tjerëve që kanë shfrytzu pasuninë e këtij vendi të shumë vujtun për interesat të tyre personale. Ai sot shfrytëzon banesën time, që kom marrë si luftëtar i lëvizjes antifashiste nacionalshqiptare dhe për mëritë se kam qenë partizani më i ri, pa i mush të 14-at. Kjo është epizod tjetër.